Tash këtu ka ndodhur një bisedë mes tyre. Ai kur i sheh se janë 10 vëllezër dhe ju thot aty se çfarë kërkoni nga unë, ata thonë, ne kemi dëgjuar fjalë të mira për ju, ne na ka kap varfëni e madhe, skamje e madhe dhe në të njëjtën kohë thatësia e ka bërë të veten që nuk kemi ushqim, i kemi prindrit gjallë dhe nuk kemi se si ne ti ushqim. Jusufi a.s. bën një taktik tepër interesante këtu. Thot, unë po dyshoj se ju jeni spion. Ju ka dërguar, ju ka deleguar dikush që të vëzhgoni çështjen, thot, mua më intereson të kuptoj se keni ardhur. Njerëzit kur janë të pafajshëm dhe akuzohen, kanë prirje për të shfaqsuar. Në këtë rast, ata nuk ishin spion. Ata kishin mëkate të veta sa të duash, por Jusufit a.s. i intereson që të di detaje për babën, për prindrit, që të di detaje po ashtu edhe për vllajën e vet. Dhe ata tash fillon t'i tregojnë, nuk është e vërtet, nuk është e mundshme që ne kemi ardhur për qëllime negative, mos na mendo si të tillë, ne kemi ardhur përkundrazi për të kërkuar ndihmën tënde dhe ndihma jote është e nevojshme jo vetëm për ne, por është edhe për ata që kemi lënë në shtëpi, është babai, është nëna, domethënë njerë ka tyre në këtë rast i bie. Dhe kemi edhe një vëlla tjetër, thotë pse nuk e keni marrë atë? Thotë ne nuk e kemi marrë atë për arsye se është një ngjarje më e thellë. Ne kemi pas edhe një vëlla më herët, ai vëlla jon një ditë prej ditëve e pati hëngër ujku, ja rrëfejnë ngjarjen Jusufit a.s. ai më përmbahet dhe ç'është interesante tërë këtë bisedë, gjuhët e tyre nuk kanë qenë të njëjta. Pra gjuha hebraike, ose ibrishte dhe sirianiste, domethënë kanë qenë gjuhë që ndryshe është folë në Egjipt, ndryshe është folë në Palestinë. Jusufi a.s. flet më përkthyes. Pra e di gjuhën e nënës, nuk e flet, nuk jep asnjë shenjë që ky i kupton ata. Ata fillojnë pra të arsyetohen se si një vëlla, baba ka dashur atë vllajin, por e pat hëngër ujku dhe ne nga ajo kohë e kemi humbur besimin dhe baba tash nuk na jep neve atë djalin tjetër, për këtë arsye dhe ne nuk e kemi marrë. Pra, kësaj do të kërkohet prej teje që të na ndihmosh ne dhe të vëllezërve. Mirë po, ka qenë e zakont, tash Jusufi ka bërë një standard dhe vërtet humaniteti është përhap, pra po i ndihmojnë popujt e përvuajtun, të varfën, të mbuluar me skamje dhe thatësi, dhe kësaj ata tash po japin, sigur të themi, edhe kjo është një risi e asaj kohe, por që në ditët e sotme të tjerët mund të mendojnë se është mençuri e kohëve bashkëkohore. Pra, t'i japin sasi të mjaftueshme njerëzve për ushqim, por jo ta bëjnë atë që të shitet dhe të bëhet tregti.